30 nëntor, turpi triumfues i kryqit. Krishti nuk e ofroi si fli veten e vet shumë herë, sikurse kryeprifti që hyn vit për vit në shenjtërore me gjakun e një tjetri, sepse përndryshe ai duhet të vuante shumë herë që kurse u krijua bota. Por tani, vetëm një herë në fund të shekujve, Krishti u shfaq për të prishur mëkatin me anë të flijimit të vetvetes. Hebrejve 9:25-26. Kjo nuk duhet të merret si e mirëqenë që duhet të ketë një mikpritje për mëkatarët në qiell. Perëndia është i shenjtë, i pastër dhe përsosmërisht i drejtë. Megjithatë, e gjithë historia e Biblës tregon se si një Perëndi kaq i madh dhe i shenjtë mundet dhe në të vërtetë i mirëpret në favorin e tij njerëzit e pistë dhe jo të shenjtë si ti dhe unë. Si mund të ndodhë kjo? Hebrejve 9:25 thot se flijimi i Krishtit për mëkatin nuk ishte si flijimet e kryepriftërinjve judenj. Ata hynin në vendin e shenjtë çdo vit me flijimet e kafshëve për të bërë shlyerjen për mëkatet e popullit. Por këto vargje thonë se Krishti nuk hyri në qiell për ta ofruar si fli veten e tij shumë herë, sepse përndryshe ai duhet të fuante shumë herë që kurse u krijua bota. Hebrejve 9:25-26. Nëse Krishti do të ndiqte modelin e priftërinjve, atëherë atij do t'i duhej të vdiste çdo vit. Përderisa mëkatet që duheshin mbuluar përfshin mëkatet e Adamit dhe Evës, atij do t'i duhej ta fillonte vdekjen e tij të përvitshme që nga themelimi i botës. Por shkrimtari i Hebrejve e trajton këtë si diçka të pakonceptueshme. Pse është e pakonceptueshme? Sepse kjo do ta bënte vdekjen e birit të Perëndisë të dukej e dobët dhe e pa efektshme. Nëse ajo duhet të përsëritet vit pas viti për shekuj me radhë, ku do të ishte triumfi? Ku do ta shihnin vlerën e pafundme të flijimit të birit të Perëndisë? Ajo do të humbiste në turpin e vdekjes dhe vuajtjes së përvitshme. Në kryq kishte turp, por ishte një turp triumfues. Jezusi e përçmoi fyerjen dhe ul në të djathtë të fronit të Perëndisë. Hebrejve 12:2. Ky është ungjilli i lavdisë së Krishtit, shëmbëllimi të Perëndisë, me 2 Korintasve 4:4. Lutem që pavarësisht se sa i pist apo jo i shenjtë që të mund të jesh nga mëkati, ta shohësh dritën e lavdisë së tij dhe të besosh në të.